Të gjithë neve kemi një profesion. Dikush është doktor, dikush është avokat, dikush është zdruktar, dikush është buzhunjer, dhe ky është profesion njerëzor. Sot shumë nga ne kemi ngatëruar thirrjen hyjnore me profesionin toksor. Kush ishte profesioni Pjetrit? Ishte peshkatar, që ai peshkonte që të ushqente familjen, por ja që erdhi momenti që Pjetri u thirr për një thirrje hyjnore. Dhe çfarë ju kërkua Pjetrit pasaj? Ju kërkua besim, që të bënte atë që nuk ishte bërë kurrë. Ai gjithë ditën në det ishte, ai gjithë ditën peshk gjuante, po që të ecte mbi det ai nuk e kishte provuar ndonjëherë. Pjetrit u thirr për të shërbyer Perëndis, por si? Me profesionin e tij apo me thirrjen hyjnore? Kështu që Pjetri u thirr tani të dilte nga varka. Me pak fjalë, u thirr të shërbente Zotit me thirrje hyjnore dhe jo me profesion njerëzor. Besimi dhe shërbimi ndaj Perëndis nuk është profesion. Edhe Jezusi kishte profesion, ishte zdruktar. Nëse do t'i shërbesh Zotit sot, lutju Zotit që thirrja jote të jetë hyjnore,